Të keni shumë i mirë mund të kesh sa rezultate. Të keni i mirë je shkarkuar nga puna zotëri. O pse më ka shkarkuar nga puna si unë jam i mirë? Sepse je i mirë, prandaj je shkarkuar nga puna. S'është problem sot i keni ti mirë. Do të jesh i jashtëzakonshëm. Do ta bësh ndryshimin. Do të dish se në organizat kudo që je, në çdo punë që merr përsipër që të bësh, do ta bësh në formën më të mirë të mundshëm, më të mirë se çdo njeri tjetër. Do të jesh eksperti që kompania ka besim tek ty, njerëzit kanë besim tek ty, po kjo kërkon që ti të kesh një mentalitet jote është i ekselencës, që do thotë përmirësohesh vazhdimisht, që do bësh më mirë se sa dje, që do thotë standardim që jem i jashtëzakonshëm, kjo do bëj diferencën. Jo, unë jam i mirë, ja i mirë ik nga puna. Shko në shtëpi, ti do punësosh veten tënde çdo ditë. Nëse dje do futesh në këtë punë, a e meritoj që të jem në këtë punë? Nëse nuk meritoj, do të ikë në shtëpi ose të përmirësoj veten tim. Me këto standarde i ka kompania sot. Jo vetëm se ka kompania këto standardet që sot po ecën bota, dinamizëm që ecën bota.